Qëndrimi i Lëvizjes Socialiste për Integrim është mbetet një dhe vetëm një, zgjidhja e çështjes guvernatorit si një problem tashmë i hapur për zgjidhje. Të jetë një zgjidhje kushtetuese, me mirëkuptim dhe e shpejtë. Të gjitha modalitetet tjera, të cilat hynë brenda këtyre kornizave kushtetuese dhe ligjore, janë të mirë pritura për sa kohë do t'i plotësojnë këto kriteret parimore dhe themelore. Në opozit ka kualitete, ka eksperienca politike të njerëzve të shumtë atje, edhe eksperienca politike të drejtimit të vendit, të cilët do ta udhëheqin dhe opozitën për të mirën e vendit në radhë parë, po pse edhe për të mirën e saj, që jo thjesht të vi e të flasë me maxhorancën, po të kryej atë detyrë kushtetuese dhe legjitime që zgjedhësit pra disa qindra mijëra zgjedhës ja kanë ngarkuar për ta kryer. Kështu që skenarët e ardhshëm unë shikoj një opozitë e cila do i rikthejë dialogut edhe parlamentit.